Arkimed Lusha, i njohur me emrin e artit Stresi, ka shprehur mbështetje të vazhdueshme për Gjestin gjatë edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Ai komentoi situatën mes Sios Markut dhe fituesit të këtij edicioni, Gjestit, duke u fokusuar te përvoja e Jozit përpara se të niste pjesëmarrje në reality show. Stresi e përshkroi Jozin si bari delesh dhe tha se ka qenë i angazhuar me punë të thjeshta, si kujdesi për dele dhe lop, duke shtuar se nuk ka asgjë ofenduese në këtë fakt. Në radhë të parë ka qenë bari delesh, është marrë me dele, me kullota, me lop, andej ku ka ndenjur. Ja kam thënë dhe kur ka qenë prezent, bari nuk është ofendim, theksoi ai. Moderatori Ronaldo Sharka kërkoi që të shmangte fjalët ofenduese, ndërsa Stresi kërkoi të publikojë mendimet e tij, duke e lënë gjykimin për publikun. Gjesti, shpallur fituesi Big Brother VIP Albania, ka marrë shpërblimin e madh për 100.000 eurosh.